Profesor, urime për kualifikimin. Faleminderit. E vështirë paksa sepse në një farë mënyrë nga fundi u realizua goli dhe Pogradeci rrezikoi. Po, e vështirë. Pogradeci ka ekip mirë, pavarësisht se ne duhet ishin favorizuar sot sepse ka një javë kohë përgatit neshën tjetër që fillan kampionati mas një javë, ne na fillan mas 3 ditëve. Ishim detyruar të lëshim pjesën më të madhe të lojtarëve të stadiumit, siç e pat, ishim 6 lojtarë që si kishin futur formacionin e parë. Po gjithsesi u bën neshë vështirë, edhe terreni shumë i rëndum. Megjithatë e rëndësishme ishte kualifikimi, e rëndësishme ishte që lojtarët që u doshin me luan pushim dhe të kishin forca për neshën e mërkurës, kjo ishte më e rëndësishme për ne sot. Në lojtarët që aktivizuat në pjesën e parë dhe nga fundi së dytë i kënaqur? Po jam i kënaqur deri diku me djemt që hinin sot. Normalisht janë djemt të ri, janë djemt që kanë mundësi me mrejë shumë lërë, kanë shumë punë me bë, po më kanë lënë gjëra pozitive. Aktivizimi i titullarëve me këtyre kapitenin Bala, mendoj se i dha një shtysë më tepër dhe një forcë skuadrës? Po normalisht po, sepse na fut me 5 lojtarë formacionit, lam pa fut Krymin që është i gjashti. Normalisht në rrume kishim ma personalitet të fush, megjithatë në minutat që hynin ishin momente që do të me vepru pak më me shpejt se sa logjika duhen e lojës, po gjithsesi thash e rëndësishme për ne ishte me arrit kualifikimin dhe me rrit djem për neshën e mërkurës. Profesor, Vllaznia është në çertinat kupës, do të thotë edhe ky kompeticion nga kampionati i skuadrës? Normal që po, ne kemi hyrë për ide mallore në këtë kampionat, jena të dy fronte, do të vazhdojmë deri në fund. Ktheheni pas një jave përgatitore në kampionën Ulqinak, i kënaqur me mini fazën e Ulqinit? Po, i kënaqur sepse është një fushë me barë natyral ku kena mundësi mu stërvit, e gjëra kryesore, sepse hotelet dhe ushqimi janë mjaft mirë, po ajo që është më e rëndësishme për ne është fusha stërvitje, sepse me këtë rreshtë që kanë rënë në Shkodër, është e pamujtur mu stërvit. Test serioz ky përpara Ignatios? Po test që shqyqyr zoti që nuk harxhum energji më tepër se sa duhet, rrit me lojtar thash, nuk e qumë lojën shtesë, edhe se po t'i shihni të gjithë neshët sot Ignatia apo Elbasani që po luan tash që ka shkuar në shtesë, Tirana që shkojnë në shtesë, janë shumë ekipet e kategorisë parë janë ekipe mjaft forta, por thash e rëndësishme për ne ishte kalimi i turit dhe rritja e energjive. Përgatitet për Ignatin do të vijojnë në Shkodër apo do të riktheheni përsëri në Ulqin? Jo, do të kthehemi prapë në Ulqin sepse këtu është e pamujtur, nuk kemi një fushë me këtë rreshtë, një fushë që të bëjmë stërvik, kështu që nesër do të vëlltojmë prapë drejt Ulqinit. Sukses, faleminderit.